Unë vetëm me 14 shkurt nuk I vajluroj. Se kja ka San Valentino për çdo me vit. 14 shkurt jo. Çdo ditë ka San Valentino. I kam veshur dhuratën e Luizit. Sandalet që kam Ma veshur. se tregon më e bërnesh. Më lejohet të flas duke qenë moderatorja e fan klubit, nuk jap dot opinione për banorët e Big Brotherit. I përshëndes, I du fort gjithë, po kaq. Më 14 shkurt në ambientet e Cineplex në Albi Mall, u mbajt premiera absolute e filmit shqiptar Loja e fundit, një ngjarje e veçantë që mlodhi numër të madh të qytetarëve. Në këtë premierë të pranishëm ishin aktorët kryesor të filmit, Kiara Tito dhe Louis Ailey, të cilët u takuan me fansat dhe përfaqësuesit e mediave në tapetin e kusht të organizuar me rastin e shfaqjes së filmit. Emocione? Jo. Nuk ka pushu skotur. Edhe e përpesha grave shumë për në seminar. Finale dhe lektura e një, uroj ju pëlqejnë, tash shimoni, të merrem mesazhin që na lash për cellë tek lutë të gjitha që shohim. Edhe të çështje sa më shumë, edhe emocionojeni sepse nga gjitha vërda dhe çfarë të tjerë. Kjo tani që kemi bënë një herë pjesë sa voçë sot. Po, mos do të futem në gjëra grave, do të ditë. Përtesha grave, faleminderit shumë, doja t'ju komplimentoja për mikpritjen që na e bëni gjithmonë në Kosovë, jeni fantastik, domethënë ju dua kaq shumë të gjithëve, faleminderit shumë për gjithë dashurinë që më keni dhënë. Të qeshurat I keni të garantuara gjatë këtij filmi, po jam e sigurt që do ta pëlqeni shumë dhe mesazhin që kemi dashur të transmetojmë nëpërmjet këtij filmi. Kështu që ju falenderoj dhe ju uroj shikim të këndshëm. Edhe presim edhe kritika në punë. Siç e kam. Jo, është tamam me vend kjo, siç e kam thënë edhe te një tjetër, edhe çfarë që bëjmë para të them, është se të shqiptar është dihet domethënë thjesht rrini turpën e që marrojmë dhe I pres kritikat e juja më shumë se sa kritikat e atyre që në portale që janë ata se po e disa dhe I ka përgjama në Facebook, po prej jush I pres sinqerisht dhe I vlerësoj dhe I marr përballë për të vazhdimsi. Se Olfinin e bëj për ju, se ju ka jush jam këtu dhe ju meritoni jo kaq, por shumë më shumë. Kështu që Zoti ju bëjë kohë dhe shumë faleminderit. Shani sot mundi se për ju dashuruar ka sot? Ku ka dashuruar këtu? Kush janë të dashuruarit sot? Rendor. Që si që do, ati mbaba që I dorë. Kalla me zjetë dashuruar. Unë kam bërë gjash festa dashuruar e kam fytë komerciale, po vërtet dashuruar dashni për grup, për nanën, për motrën, për fëmijë. Dhe sa më shumë të qeshni më shumë, se për sotën keni mja pa hajrin. Unë të qesh, shikuja. Qeshni... Me u zemrën duke qeshur. 14 ditë po hajrin. Zbërë po. E ka vlet, për sotën e ka vlet. Ja ka vlet. Tanë marrin gra, Kjara, nuk në veti. Tash të gjithë të dashuruarve dashuroni sa më shumë, po dhe atyre që janë single, uroj që edhe atyre që ende nuk e kanë gjetur dashurinë, me qenë se janë më të meqë. Apo jo, s'është ja. Jo, uroj që ta gjejnë një dashuri si e jona, po themi, që e duan njëri tjetrin, e respektojnë mbi të gjitha. Vetë shpit komandojnë burri, jo. Zoti me kohë s'po ju vënojnë mazë, edhe bëhet zetë se jemi shumë. Shikoni, qeshni, bani që doni, thashë dhe kukër në për të bërë në.
mbajt në Cineplex në Albimall dhe shënon një nga eventet më të rëndësishme të këtij viti për kinematografin shqiptare. Kjo është respekt, është vlerësim edhe vjen keq që ndoshta s'do mundam me ta kujton, por falënderime mirënjohje për gjithë secilin se fal ty ne jena këtu dhe fal ty ne prap do vazhdojmë me bëj gjëra edhe më të bukura. Kështu që faleminderit tonëve për ulën para Prishtinës, para Kosovës, para gjithë vëllezërve modra, Zoti ju bekoj, faleminderit shumë për ju. Nuk do të them shumë një reale, po them ta varet nga publiku, nëse e ka prit mirë, nëse e kanë vlerësu, do bëj tjetrin. Nëse jo, them s'ka kam për këtë punë, vazhdoj nga tjetër. Është shumë e thjeshtë. Por gruaja vendos në fund. Po, nuk ndalemi nga projektet, është pak po e sigurt, qoftë film, qoftë program televiziv, e sigurt që do ketë diçka. Për aq kohë sa ju na dhuroni dashuri dhe na doni që të na shikoni gjithë kohës, atëherë që do ketë dhe projekte. 2 ditë pas i kam dalë për Bigut, i kam thënë a bëjmë film o gruaj thash. Mos më vjen filmat mua kjo. O do ta bëjmë tamam thash, e bëj, jo, realisht 2-3 ditë pas i kam dalë nga Bigu, i kam thënë ëndra e mas do bëj film. Dhe sa më vështirë xhirimeve cilla ka qenë? Pjesa kush do durashi. S'kena pas tjera, është e lodhshme Unë kam shijuar shumë, tani që ka dalë filmi, mund të flas. E kena bërë me shumë qef. E kemi bërë me shumë qef. Ky është një pasion si Luizit si dhe imi, aktrimi, kështu që kam dhënë maksimumin atë film dhe uroj që dhe ju ta gjykoni njësoj siç ne kemi ndier gjatë kohës që kemi punuar. Bëhet fjalë që Kiara më ka lënë edhe mua pa mend. Keni për ta ballë vetë, do të thonë, nuk e di se kam njoft kur e kam pa brapa që e bë montazhin tani, kam thënë a Kiara kjo. Realisht më ka lënë pa fjalë. Ishte jashtëzakonisht fantastik si film, jo se e kemi bërë ne, jo se e kemi nxjerrë ne të dy, por realisht është fantastik. Kur ta shikoni do më besoni, sepse nuk është vetëm hajde qeshim, hajde qajm, është një film me një mesazh shumë të fortë që ata që do ta ndjekin do ta kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Për kohët e sotme, gjithmonë. Keni pyetje ti? Hajde shifeni, mo troç. Se i fjalë me thonë një tregoj këtë filmin, pasha zoti. Jo kisha shpjeguar, po i fjalë me thonë kuptohet se çfarë. Kështu që nuk mund më ia thon pa vetë.